Miqdashur, u rikthyem në studio, tashmë është koha për të ftuarin e parë për ditën e sotme, tashmë siç do të hënë, e kemi të ftuar të parin, gazetarin e sportit Endrit Jasharin, i cili do të na jap matrejat, ose do kena me komentu bashk në ngjarjet gjatë javës që lan pas, ose prej javës kur jemi pa. Komplet, prej të handës kalume deri dilën mbrëmje. Mirëmëngjesi, Endrit, fillimisht, edhe a ke pritove me uqu? Pak. E hanja është pak nështë për shumë kë pak shtu ma dembele nëse edhe mund të moti, të bën halon ma kështu e kemi diri në framverë, kështu është mirë mësomi. Endret, një javë mbushur me ngjarje, me plot ngjarje në sportin vendor dhe ndërkombëtar, mirë, po ishim dalë fillimisht tek Kosova dhe Shqipëria në futboll. Po. Kosova e Shqipëria veç se kanë siguruar pra play-offin duke u pozicionuar në vendet e dyta në dy grupet e tyre përkatëse, edhe kësaj gjatë javës që lan pas të enjten e mësuan edhe rrugtimin e tyre drejt kampionatit botëror pra përmes play-offit. Kosova do të përballet me Slovakin më 26 mars në gjysmëfinalen e play-offit. Ndeshja do të zhvillohet në Bratislav, kurse nëse shënon fitore, atëherë në stadiumin Fadil Vokrit, 5 ditë më vonë, më 31 mars, do ta pres fituesin e përballjes mes Turqisë edhe Rumanisë. Pra një rrugtim jo edhe aq i lehtë për Kosovën, megjithatë dihet se play-offi nuk do të ketë më ndeshje të lehta, nuk ka favorit absolut dhe nuk ka ekipe dobta që janë aktualisht në play-off. Pra duhet ta rrëzoj Slovakin edhe Turqinë ose Rumaninë më pas, nëse Kosova dëshiron që të marrë pjesë për herë të parë në historinë e një kampionat botëror. Rrugtimin drejt kampionatit botëror e mësoi edhe kombëtarja shqiptare. Fillimisht më 26 mars edhe Shqipëria do të luajë ndaj Polonisë në udhtim. Pra në të njëjtën ditë apo? Po, në njëjtën ditë luhen krejt ndeshjet e play-offit, edhe gjysmëfinalet edhe finalet. Më 31 mars, nëse arrin të shënojë fitore, Shqipëria do të përballet me Ukrainën apo Suedin, cila do prej këtyre skuadrave arrin të shënojë fitore. Të dyja këto ndeshjet për Shqipërinë do të luhen në udhtim, pra nuk do të ketë ndeshje në stadiumin Air Albania për Shqipërinë, diçka shorti nuk e përkrahu as pak, pasi që në asnjërin prej ndeshjeve nuk do të jetë si vendas, edhe pse dihet se në gjysmëfinale ishte në vazon e tretë dhe rrjedhimisht nuk do të ishte vendas në ndeshjen e parë, megjithatë shorti nuk e la që të ishte si vendas as në ndeshjen e dytë, pra rrugtim kogja i vështirë për të dyja ekipet tona, megjithatë shpresojmë shumë që nëse vazhdojnë formën cilën e kanë pas për gjatë këtij cikli kualifikues, shpresojmë shumë që Kosova dhe Shqipëria me u përballë me njëra tjetrën me u kualifiku në kampionatin botëror, edhe fati mirë është që nuk pati përballje mes Kosovës dhe Shqipërisë në fazën e play-offit, diçka që jemi lutë krejt mos me ndodhë. Gjatë kësaj jave publikuar edhe renditja e re e FIFA-s? Po, Kosova po vazhdon me pas ngritje të jashtëzakonshme, domethënë në këtij viti 19 vende kemi përparu, prej janarit deri... Pra brenda një viti, akoma po u bërë një vetë më saktësisht. 19 vende jemi ma mirë, prej janarit 2025 deri nëntor tash, kur jemi tashmë aktualisht gjendemi në vendin e 80 në botë. Në update-in e fundit të FIFA-s, Kosova është përmirësuar për 4 pozita, pra nga pozita 84 tani është në pozitën e 80, krejt kjo fal fitores ndaj Slovenisë dhe barazimit ndaj Zvicrës që i arriti gjatë muajit nëntor javën që lan pas, ndërkohë Shqipëria ka pësuar rënje në update-in e ri të FIFA-s, nga vendi i 61, tani Shqipëria gjendet në vendin e 63, po ka humbur 2 pozicione në renditje. Kjo vjen pas fitores minimale ndaj Andorës edhe humbjes 2-0 të Shqipërisë ndaj Anglisë. Megjithatë, prap është pozitë e mirë, 17 pozita më mirë gjendet Shqipëria se sa Kosova momentalisht.
Po Kosova dihet që është pranu 9 vite më herët në UEFA, edhe prej para 9 viteve ka fillu rrugtimi i Kosovës në renditje edhe në FIFA, pro konë vendin e fundit, edhe ka arrit që me hapa gjigant me unë gjitë lartë e më lartë. Kalojmë pak tek Superliga e Kosovës? Po, gjatë fundjavës u zhvilluan ndeshjet e javës së radhës në Super League, edhe pati edhe rezultate befasuese. Njëra ndërto, padyshim humbja e Prishtinës në shtëpi nga Malisheva. Prishtina si të pësuan 0-2, aktualisht gjenden në vendin e parë në renditje tabelare dhe kjo humbje vjen si befasia më e madhe ndoshta e kësaj xhiro në Super League. Po ashtu Ballkani si i dyti në tabel pësoi humbje gjithashtu në shtëpi, unë poshtë 4-2 nga skuadra e Llapit të trajnerit Tahir Batatina. Duhaxhini po vazhdon me fitore, 2 fitore radhazi që pas shkarkimit apo largimit të Ismet Munishit ka shënuar 2 fitore të një pas njëshme. Kësaj here triumfoi 3-0 ndaj Drenicës së Bylbyl Sokolit. Drita vazhdon me fitore, triumfoi 0-2 në udhtim ndaj Prishtinës së Re, kurse ndeshje shumë interesante dhe dramatike në fund ishte ajo mes Gjilanit dhe Ferizajt që përfundoi 2-2. Ferizaj arriti që në minutat shtesë të shënoj gole dhe të marrë një pikë shumë të vlefshme. Ndërkaq kishim vazhdu pak edhe tek ligat europiane. Po. Ku pra gjithashtu ka pas ndeshje interesante dhe befasuese nëse mund të them. Po, e vërtet. Po nisim me ndeshjen e fundit që u zhvillua dje në Premier League. Arsenali triumfoi 4-1 ndaj Tottenhamit dhe me gabimet e Manchester City dhe Liverpoolit. Me sa duket Arsenali do të jetë njëri prej pretendentëve kryesor për me fitu titullin e kampionit pas shumë vitesh në Angli. Manchester City pra pësoi 2-1 ndaj Newcastle. Liverpooli humbi 0-3 në shtëpin nga Nottingham Forest, rezultate shumë të dobta nga kampionja në fuqie Anglis. Chelsea arriti shënoi fitore 0-2 ndaj Burnley. Në La Liga, Barcelona triumfoi 4-0 ndaj Athletic Bilbao. Ishte rikthimi i Barcelonës në Camp Nou, pra për më shumë se një vjet Barcelona nuk zhvilloi asnjë ndeshje në Camp Nou për shkak se ishte në rinovim, edhe me rikthimin e tyre aty shënuan një fitore spektakolare ndaj Athletic Bilbaos. Real Madridi barazoi 2-2 me Elchen në udhtim. Atletico Madrid triumfoi 0-1 ndaj Getafes, kurse Mallorca e Vedat Muriqit pësoi 2-1 ndaj Villarealit. Në Serie A u zhvillua derbi më i madh italian, ai mes Interit dhe Milanit. Kësaj radhe ashtu edhe siç ka ndodhur në sezonin e kaluar ku kej ndeshjet Milan i ka fitu, edhe këtë herë Milan shënoi fitore minimalisht 0-1 ndaj Interit, duke ja humbur pozitën e parë në Razorve, edhe duke u ngritur vetë në pozitën e dytë. Roma me fitore ndaj Cremonesës, tashmë është liderja e re e Serie A. Napoli triumfoi po ashtu 3-1 ndaj Atalantas, kurse Juventusi barazoi 1-1 me Fiorentinën, edhe këtë herë nuk pati minuta fare për futbollistin kosovar Edon Zhegrovën në këtë ndeshje. Kështu prej ndeshjeve në futbollin evropian. Po ashtu në mesjavë na pret edhe një ndeshje shqiptare në Ligën e Konferencës. Drita e Gjilanit do të përballet me Shkëndijën e Tetovës. Po, ndoshta njëna prej ndeshjeve që pritet me mas shumti interes, dy ekipet shqiptare, njëna prej Gjilanit të Kosovës, tjetra prej Tetovës Maqedonisë së Veriut, do të përballen me njëna tjetrën në kuadër të fazës së ligës në Ligën e Konferencës, pra gara e tretë më prestigjioze evropiane për klube. Ndeshja do zhvillohet në stadiumin Fadil Vokri, edhe luhet më 27 nëntor, por një ditë para festës së flamurit. Edhe do të jetë për një festë e madhe, shumë bileta janë shitur tashme për këtë ndeshje. Aktualisht Drita gjendet në vendin e 13 me 5 pikë,
kurse Shkëndija gjendet në vendin e 21 me 4 pikë. Kujtojmë, prej vendit parë deri në vendin e 8 shkojnë direkt kualifikohen direkt në 1/8, prej pozitës së 9 deri në pozitën e 24 luajnë në play-off për kualifikim, pra në fazën e 1/8, në fazën e knockout-it. Të dyja ekipet tona i kemi brenda pozitave që dërgojnë në play-off dhe aktualisht po zhvillojnë paraqitje të mira. Në 3 ndeshjet e para drita i ka 2 barazime, 1 fitore, 5 pikë. Shkëndija në anën tjetër i ka 4 pikë. Edhe po bojnë paraqitje për një me kogja të mira edhe janë me gjasa reale që me zonë këtë pjesën e play-offit edhe mu kualifiku në fazën e knockout-it. Në mësja po ashtu kthehet edhe Liga e Kampionëve? Po, padyshim pjesa ndoshta më interesante dhe më e rëndësishme një tifozit futbollit pikëspore, po ashtu edhe për neve gazetarëve. Gjatë të martës dhe të mërkurës zhvilluan ndeshjet e radhës në fazën e ligës në Ligën e Kampionëve. Të martën Juventusi përballet me Bodo Glimt në udhtim, pritet që të paktën në këtë ndeshje Luciano Spalletti me i dhon minuta Edon Zhegrovës. Ndeshje shumë interesante do t'jetë ajo mes Chelsea dhe Barcelonës që zhvillohet në Londër. Manchester City ndeshet me Bayer Leverkusen, kurse Napoli Amir Rahmanit përballet me Karabakh nga Azerbajxhani. Të mërkurën, ndeshja ndoshta më interesante do t'jetë ajo mes Arsenalit dhe Bayern Munich, që zhvillohet nga ora 21, e në të njëjtën orar edhe Atletico Madrid përballet me Interin. Liverpooli do të ketë punë me PSV Eindhoven, Paris Saint-Germain ndeshet me Tottenhamin, kurse Real Madridi përballet me Olympiakosin e Greqisë. Kishim kalu pak tek basketbolli? Po. Edhe në basketbol gjatë fundjavës u zhvillua xhiroja e radhës. Bashkimi triumfoi 89 me 69 ndaj Borës. Rahoveci 0-29 befasoi Yllin duke triumfuar 85 me 77. Trepça shënoi fitore ndaj Sigal Prishtinës në Prishtinë me rezultat 80-75, kurse Peja triumfoi 86 me 75 ndaj vllazënimit të Gjakovës. Çfarë kemi tjetër? Edhe krejt në fund po flasim pak edhe për volejbollin. Po. Është zhvilluar ndeshja finale për Kupën e Federatës. Po, zhvilluan ndeshjet finale në Kupën e Federatës në të dyja konkurrenca gjatë ditës së djeshme. Fillimisht të djemtë, Peja triumfoi me rezultat 3-2 ndaj Ferizajt, një ndeshje shumë interesante. U desh 5 seta për më u përcaktu fituesi edhe me u ditë se ku po shkon trofeu i parë i sezonit. Të dyja ekipet e patën e përsinë e setave. Peja fillimisht avancoi 1-0 në seta, më pas Ferizaj riktheu avantazhin në seta, e krejt në fund 15-13 triumfoi Peja në tie break apo në setin vendimtar. Kujtojmë Peja edhe në sezonin e rregullt aktualisht prind në renditjen tabelare në vendin e parë, tashmë ka përfunduar si stinori vjeshtor, kurse Ferizaj është në vendin e dytë. Edhe këto dy ekipe do t'jenë ato që do të thonë edhe fjalën përfundimtare edhe për titullin e kampionit, edhe për Kupën e Kosovës në vazhdim. Ndërkohë në konkurrencën e vajzave nuk pati konkurrencë aq të madhe në finale, pasi që Fervollej fitoi lehtësisht 3-0 ndaj Ferizaj, pra 2 skuadra nga Ferizaj u përballen në finale në konkurrencën e vajzave. Fervollej tashmë është edhe kampione në fuqi aktualisht e Kosovës në volejboll në konkurrencën e vajzave. Kaç kishim? Po, boll. Boll. Sporti gjithmonë ka lajme, kam përshtypjen se çdo ditë me pas to kemi çka me komentuar. Çdo ditë në studio kemi çka me folë. Drejt falenderoj shumë. Ne do të shihemi prap të hënën tjetër. Ndërkaq deri atëherë gjithë shikuesit e kanë portalin Gazeta Express. Padyshim. Për materiat e fundit nga sporti vendor ndërkombëtar. Në kohë reale.